Delta Group, kompania e mirënjohur edhe në tregun ndërkombëtar, shfituesja e çmimit të vitit për import-eksport. Fal zgjerimit të kompanisë në të gjithë Shqipërinë, por edhe më gjerë, grupi Delta ka qendra të punësuar, fakt që reflekton pozitivisht në GDP-n e vendit. Me moton për produktin më të mirë dhe çmimin më të mirë në treg, Delta Group është sot lider në fushën e ndërtimit të ndërtesave, konstruksionit dhe arretimit në Shqipëri, në bashkëpunim me kompanitë DAS, Deutsche Kohler, Delta dhe Delta Home. Për presidentin dhe CEO-n e grupit Delta, përveç se të qenit në shërbim të konsumatorëve, ky grup kontribuon edhe në ekonominë shqiptare. Dhe sot që po flasim në kompaninë DAS, kemi mbi 80% të tregut, nuk mbarojmë këtu, pasi ne jemi gjithkohën në kërkim të më të mirës, në kërkim të zgjerimit. U finalizua me një marrëveshje me kompaninë Deutsche Kohler, kompaninë gjermane, që në vitin 2015 mbaron ndërtimi i fabrikës më të madhe përsa i përket rajonit të Ballkanit, e cila nuk do jetë vetëm për pjesën e Shqipërisë, por do furnizoj të gjithë Ballkanin me produktet e saj. Sigurisht që numri i punojësve do rritet akoma më shumë, njëkohësisht eksportet do rriten akoma më shumë. Mendoj që ne japim një ndihmë mjaft mirë për GDP-n e vendit gjithashtu. Pak ditë më parë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë i akordoi Delta Group çmimin për kompaninë e vitit për import-eksportet. Muça ndau me ne emocionet e këtij vlerësimi, si sfidat që i presin në të ardhmen. Në xhiron total të kompanisë, sigurisht që një zë i fuqishëm janë edhe eksportet, që për momentin janë 40%, por gjithmonë objektivat tona për 2 vitet e ardhshme janë që shkojnë në 60%. Ky çmim ç'është vërteta për ne do të thotë shumë, sepse nuk është vetëm ajo që ndjejmë në momentin, në emocionet e momentit e marrjes së një çmimi kënaqësisë, por ajo që është më e rëndësishme është sfida, për sa i përket të ardhmes. Është një motivim goxha i madh që ne sigurisht na mbizotron të gjithë. Por çfarë bën Delta Group të jetë lider në treg? Produkti, që është kryesor, shërbimi dhe ajo që ne gjithashtu e bëjmë mjaft mirë është trajnimi i stafit. Mendoj që është mbështetur shumë në thënien e Getës. Fjalët janë të mira, po veprat janë më të mira. Mendoj që ne këtë dytën e kemi bërë mjaft mirë dhe vazhdojmë ta bëjmë. Delta filloi me një dyqan të vogël me 3 punonjës në vitin 1996 në qytetin e Elbasanit me produkte hidrosanitare. Sot ajo është një kompani gjigante me mbi 350 punonjës, logoja e së cilës njihet në tregun ndërkombëtar.